Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe lavdërimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammed alayhis salam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar të sinqert i cili ndjek rrugën profetike deri ditën e fundit. Dhe nuk ka shpëtim për njeriu nëse nuk ndjek rrugën e profetëve. Dhe nuk ka shpëtim për muslimanin nëse nuk e adhuron Allahun siç e ka adhuruar profeti i tij Muhamedi alayhis salam. Elhamdulillah që Allah na mundsoi të falim të namazin e akşamit. Aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe elhamdulillah jemi në një natë të begat, ju kujtoj që është një natë, pra natë të xumas, dhe nga punët më të mira që bën në këtë natë janë salavatet. Akthiru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Shpeshtoni salavatet në natën e xumas dhe ditën e xumas, se me të vërtet nuk ka punë më të dashur tek Allahu në këtë natë dhe nesër inshallah sesa salavatet. Përveç namazeve, normalisht që dihen para detyrave që janë, nga nafilet, punët më të dashura që mund të bëjë besimtari në këtë natë dhe ditën e nesërme, ditën e xumas, është salavatet. Allahu të rujt. Të dashur vëllezër, sot për ju kam zgjedhur si temë një temë shumë të rëndësishme që të gjithë ne, ose është për të gjithë ne një këshill shumë e rëndësishme dhe ka lidhje me të gjithë ne. Sot do jetë një temë pra që ka lidhje me një këshill të përgjithshme për ne dhe dua të njoftoj hoxha i nderuar Hoxh Umeri, Allahu e begatoft, e lartësoft në dy botrat, më ka dhënë leje që të jap mësim një herë në muaj në këtë xhami. Kam derin të jem midis jush dhe do zgjedhim një libër që ndoshta në fund të këtij saq ligjërate mund të dhe t'ju marrë mendimin e juaj, çfarë dëshironi rreth çfarë temeje dëshironi të shpjegoj, pra si libër, të jetë një libër që e shpjegojmë ton një herë në muaj, sikur dhe pak të marrim gjysmë ore, 3 çerekore, dhe ta mbarojmë, dhe kur ta mbarojmë inshallah, Allah na dhon të jetë dhe punë të mira dhe iman, do të ndjejmë kënaqësinë e mbarimit të një libri, siç keni ndjer kënaqësinë kur keni mbaruar libra të ndryshëm me hoxhën e nderuar. Allah e begatoft. Tema sotme është familja, përgjegjësi dhe amanet i madh. Familja është përgjegjësi e madhe dhe amanet shumë i rëndë mbi supet tona. Do nisemi, pra do mbështetemi në këtë ligjërat në ajetin kuranor ku Allahu i madhëruar na drejtohet ne si besimtar, na drejtohet me cilësinë e besimit dhe na urdhëron me një urdhër shumë të madh. Të dashur vëllezër, këshillohet që gjithmonë kur Allahu na thot o ju të cilët keni besuar, duhet të ndjejmë çfarë do vi më pas. Duhet të dimë se ky urdhër vjen nga Allahu i madhëruar. Thot Abdullah ibn Abbas gjithmonë, pasi të ngjoni thirrjen o ju të cilët keni besuar, më pas do vi një urdhër që duhet ta zbatoni ose do vi një ndalesë për së cilës duhet largoheni. O ju të cilët keni besuar, në Kur'anin famlar të thirrje nga krijuesi për ne, për ata të cilët i dha besën Allahut krijuesit të gjithësisë, që e besuan si Zot të vetëm dhe si ai i cili meriton të adhurohet i vetëm dhe askush tjetër përveç tij. Dhe në momentin kur besimtari lexon ose dëgjon këtë ajet kuranor, pra ajetet kuranore të cilët fillojnë o ju të cilët keni besuar, duhet me njëherë që zemra e tij
ta ndjej fjalën e Allahut madhëruar dhe të ndjej përgjegjësinë që ka urdhri hyjnor. Duhet besimtari mos ta lexoj Kur'anin sikur të jetë në një gazetë, ndonjë revistë. Pra si një libër, në një roman. Duhet të edukojmë veten tonë që Kur'anin ta ndjejmë. Ta ndjejmë. Zemra është krijuar për të ndjerë, për të madhëruar, për të dashur, për të vlerësuar. Dhe kjo i ndante besimtarët e parë në shpërblime dhe na ndan dhe na dallon neve prej tyre që janë aq lart ata, brezi i parë nga ne, nga ajo që ata kishin në zemra, me dëshminë që ka ardhur nga sahabët dhe nga dietarët më pas, që sahabët ishin më lart për ato që çfarë kishin në zemrat e tyre, prej sinqeritetit, prej devotshmërisë për kushtimit, prej dashurisë Allahut madhëruar të sinqert, prej madhërimit Allahut madhëruar të sinqert. Dhe sahabi më i mirë dhe njeriu më i mirë në umet, cili është? Ebu Bekër, kush? I Siddiq, kush? I sinqerti. I sinqerti. I sinqerti, pra, e Sadiq, e Siddiq. I sinqerti në besimin e tij. Kur shumica e mohuan, ai besoi. Kur i thanë në lidhje me Isran dhe Mi'rajin, a e beson ti këtë gjë? E ka thënë ai? Shoku im? Profeti sallallahu alajhi wasallam, po. Thonë, unë besoj diçka dhe më madhështore se kjo. Besoj si i vjen lajmi nga mbi 7 qejt çdo herë. Dhe unë e besoj. Atëherë, cili është ky ajet që ju po prisni ta them, pra po e prisni me madh t'ju tregoj. Është ajeti kuranor që në të vërtetë Allahu i madhëruar na kujton dhe na porosit që të ruhemi, se Allah është më i mëshirshëm për ne, se sa nënat tona për vetë për ne, për fëmijët e tyre. O ju të cilët keni besuar, ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besuar, ruajini vetët e juaja. Ruajini vetët e juaja dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit. Nga zjarri i xhehenemit. Pastaj si vazhdon ajeti? Lënda e tij zjarri, kujtoni, janë njerëzit dhe gurët. Në të ka engjëj të ashpër, të rrept. Nuk i kundërshtojnë Allahun në atë që Allah ju urdhëron. O ju të cilët keni besuar, ruajini vetët e juaja dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit, që lënda e tij zjarri janë njerëzit dhe gurët. Gurët janë, pra, hynë në zjarr jo për të dënuar, hynë në zjarr për të shtuar zjarrin. Është lëndë e zjarrit. Jo besimtarët hynë në zjarr për të dënuar, për të poshtëruar. Dim që edhe dielli dhe hëna do hynë zjarr. Për të dënuar, jo. Për të shtuar dënimin dhe për të shtuar poshtërimin dhe nënçmimin atyre që i morën diellin dhe hënën si idhuj pos Allahut. Dhe çdo kush që adhurohet pos Allahut prej njerëzve ose xhinve, dhe ai është i kënaqur me adhurimin që i bëhet atyre, ai po ashtu është lëndë e zjarrit. Allahu e thotë në Kur'an, ato të cilët pra mohuan, ato që ishin idhujtar, dhe ata që ata adhuruan, janë lëndë e zjarrit. Dhe veçohet normalisht ato të cilët janë adhuruar për njerëz të mirë që nuk kanë qenë kënaqur me të adhurim. Për engjëjve, për profetëve, për njerëzve të mirë. Në këtë ajet kuranor, Allahu i madhëruar
na urdhëron të ruajmë vetët tona fillimisht dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit. Lind pyetja, si mund ta ruajmë veten tonë, si ti ruajmë vetët tona dhe familjet tona nga zjarri i xhehenemit? Këtu del në pa rëndësia e dijes, rëndësia e mësimeve, rëndësia e uljes në tubimet e dijes, rëndësia e përfitimit të dijes së Kuranit dhe Sunetit. Nëse njeriu nuk e di cilat janë ato punë që të largojnë nga zjarri i xhehenemit, prej punëve të mira, dhe nuk e di se cilat janë ato punë që të afrojnë tek zjarri i xhehenemit nga punë të këqija, ose janë shkak për futje në zjarrin e xhehenemit. A është mundur njeriu të ruhet nga zjarri i xhehenemit nëse ai është i panjohur për punët që të afrojnë për në xhenet dhe largojnë nga zjarri? Nuk mundet. Këtu del në pa rëndësia e dijes. Dija më rëndësishme për njeriu, që është e dobishme për të në këtë botë dhe botën tjetër. O i të cilët keni besuar, kam besuar, vazhdoni në besimin tuaj, mësoni për asaj që unë kam zbritur, prej urdhëresave dhe ndalesave, dhe ruhuni nga dënimi im, duke qenë të bindur ndaj meje, duke mësuar atë që unë e dua dhe atë që unë e urrej, prej besimeve, prej dijeve, prej punëve, për moraleve. Nëse ne neglizhojmë dijen, atëherë kemi neglizhuar gjë më të rëndësishme. Kemi humbur vetët tona, kemi humbur dhe të tjerët, ata që i kemi në përgjithësinë tonë. Duhet të mësojmë atë që Allahu ka bërë detyrë të mësojmë. Dhe Allahu ka bërë detyrë të mësojmë atë që ka bërë detyrë ta veprojmë dhe ta besojmë. E kuptuat vëllezër për kufizimin? Cila është ajo dije që është detyrë për ne? Është ajo dije për ato çështje që Allahu i ka bërë detyrë ti veprojmë dhe ti besojmë. Dhe ignoranca nuk është justifikim në çdo rast. Kur njeriu e ka mundësinë të mësojë, duhet të mësojë. Kur njeriu e ka mundësinë të mësojë, duhet të mësojë. A ka ndonjë kush ëndër prej nesh se Kur'anin përmendsh? Apo themi kam punë, jam i zënë. A ka dikush pra qëllim të thotë të mësoj gjuhën arabe, që kur lexoj hoxha namazin akşamit, yatsis, sabahut, ta ndjej atë në Kur'anin më mirë? A ka dikush që thotë unë të mësoj gjuhën arabe, të mësoj Kur'anin, që inshallah sapo Allah të furnizoj me fëmijë, ti mësoj fëmijëve të mi Fatihan, Kur'anin, që inshallah shpërblimi i tyre çka ke unë, mos ta marrë hoxha. Se edhe po e mori hoxha, mirë është, u bë ajo, e ton diku gjysma të keqes. Po pse ti ja japësh hoxhës? Ti merr vetë? Këto gjëra që janë shumë të thjeshta. A kemi ne dëshirë për të mësuar fen ton? Ato që janë detyrë, s'po themi të bëhemi dietar gjithë. Por se gjërat që janë bazike në fen ton duhet t'i mësojmë. Halalin dhe haramin. Është detyrë sepse Allahu i madhëruar e ka bërë detyrë adhurimin e tij, bindën ndaj tij. Dhe nuk mundesh ta adhurosh Allahun qysh Allahu do, dhe nuk mund t'i bindesh nëse ti nuk di çfarë Allahu ka urdhëruar. Dhe si do Allahu ta adhurosh atë. O ju të cilët keni besuar, ruani vetët e juaja nga zjarri i xhehenemit. Pra, ruajtja më e mirë nga zjarri i xhehenemit është duke mësuar fillimisht atë që Allahu ka urdhëruar, duke ju përmbajtur, duke u larguar ndalesave që Allahu ka ndaluar, dhe duke kryer detyrat që Allahu ka vendosur. Mbas mësimit,
Vjen pastaj sa të sinqert jemi ne në atë që mësuam. Sepse qëllimi i mësimit cili është që thamë të ruhemi nga zjarri i xhenemit. Të afrohemi tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj kthehemi asaj që thash në fillim, të nderuar vëllezër, kur dëgjoni një ajet kuranor, kur lexoni një ajet kuranor, mundoni të merrni shkallë ta ndjeni këtë ajet. Dhe ta praktikoni atë menjëherë. Sepse ajo dije e cila nuk praktikohet menjëherë, humbet, harrohet, largohet prej teje. Dhe është argument kundra teje. I shton vetes argumente kundra. Ore ngjova kaq ligjërata unë. Kam dëgjuar hoç filani Mitrovic, aq bukur fliste, një hoç Prizren, një hoç Maqedoni, në Shkup gjova kaq hoxhallar, mashallah. Po, gjove, po çka ke bër? I bën një hesab vetes. Atë që hoxha tha gjatë ligjërimit, a e ke praktikuar? Jo ti bindesh hoxhës, s'ka bindje ndaj hoxhës. Ka bindje ndaj krijuesit vetëm. Dhe profesor sallam. Prandaj të nderuar vëllezër, mënyra më e mirë për të ruajtur veten dhe familjen tënde nga zjarri i xhenemit është kërkimi i dijes dhe praktikimi i saj dijes tek vetja jote dhe gjithashtu të jesh udhëzues i familjes tënde. Abdullah ibn Abasi thot në lidhje me ajetin kuranor, pra me tek ajeti kuranor dhe vetët e juaja, thot fëmijët hyn tek vetët tona. Pra familja ka për qëllim gruan, ka për qëllim ato që janë në përgjithësinë tënde, ndoshta pra ke motër më të vogël, ke vëlla më të vogël që ti kujdesesh, dhe të afërmit në përgjithësi që vinë më pas. Po kjo nuk dikon në lidhje me kuptimin e ajetit dhe mesazhin që ka ajeti, qoftë fëmijët hyn tek pjesa e dytë, tek familjet e juaja, qoftë hyn tek vetët tona, për të treguar se pikërisht fëmijët, përgjegjësia e tyre është më e madhe ndaj prindërve. Dal në një rast konkret. Të gjithë ne në lidhje me hadithin që thot profesor sallam, që ka të bëjë që si ta ruajmë vetët tona dhe familjet tona nga zjarri i xhenemit. Kur arrin një fëmijë moshë 7 vjeç, çfarë bëhet? Çfarë jemi të urdhëruar ne në hadith profetik? Dhe ngre pak zërin? Ti mësoj namazin. Pra pikërisht ta urdhërojmë për namaz. Ta këshillojmë për namaz. Dhe nëse arrin 10, çka ka thënë pastaj hadithi? Goditini, rrihini. Nëse nuk i përmbahen, pra ja neglizhojnë. Fillon edukimi i fëmijës në moshën 7 vjeç. Nëse ti dëshiron dhe më parë, nuk tregon që s'lejohet. Po ki kujdes se du të jesh me shumë urtësi dhe i mëshirshëm. Qoftë kur është 7 vjeç, se se ka mbushur moshën përgjithësisë. Po ky urdhërim bëhet për të edukuar, që kur vi momenti i pjekurisë, pra ai të piqet dhe të merret në llogari, të bëhet detyrë namazi, ta ketë të lehtë. Kur të arrin, hadith profetik, kur të arrin fëmijët në moshën 7 vjeç, urdhëroni për namaz. Dhe kur të arrin moshën 10 vjeç, çfarë bëhet? Rrihini nëse ata neglizhojnë namazin. Edhe rrahja ka shumë për të folur, është një temë e veçantë, jo rrahje ta bëjmë me shenjën, se kjo s'ka kuptim. Dhe as rrahje që shkon në dëmtim të organeve vjetësore. Dhe jo rrahje që kupton në çmim. Dhe jo rrahje që buron nga inati, nga shfryrja se s'gjoj fjalën ty. Jo. Rrahje që në të kupton që unë jam mërzit me ty. Më ke prek. Dhe kjo është gjë shumë e keqe që s'ti s'bindesh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse fëmia, aleikum selam, nuk dëgjon në moshën 7 vjeç, lihet. Në moshën 10 vjeç, atëherë ka një metodë të dytë që thamë që rrihet. Po prap, nëse ai nuk dëgjon,
nuk këshillohet që të bëhet rrugë raja. Por duhet prindi të bashkojë midis metodës së kujt me të mirë, edhe normalisht aty ku duhet, me pak ashpërsi. Kemi një problem në prindrit, jemi të mëshirshëm shumë me fëmijët në momente që në raste që ka lidhje me namaz. Shumë namazet e sabatit. Sidomos kur është dimër. Fëmija është ka arrit moshën 10 vjeç, 11 vjeç, edhe është mirë me marrë në xhami. Me çumë, e marrë në xhami. Thot baba ose nana, po lere, thot. Lere dhe s'është i vogël akoma, dëftove çuni. Po çish dëftove çuni? Dëftove çuni, ja prish gjumin e rahatin. Lere të fle pak. Po kur vjen koha kujt? Me shku në shkollë. Çoje çunin, çoje s'u bëvon. Çoje se i kupsimi. E shikoj që janë shumë në si kujt shkollës, se si do dalin shkollë, e si do përgatitet dhe si do jetë. Në lidhje me namazin, gabojmë që nuk japim rëndësi ta marrim fëmijën për herë me vete. Thënë dietarët, një çështje që ka të bëjë me namazin, me xhamat dhe shkuarin herë në xhami. Ka argumente që tregojnë që besimtar të shkojë herë në xhami, apo jo? Shkoj sa më herët. Dhe të prezantoj safën e parë. Dhe të prezantoj dhe tekbirin. Por se ka një problem tjetër ke shtëpia. Do të çoj fëmijët për namaz. Apo jo? Nëse i çon fëmijët para ezanit, e kanë të rëndë fëmijët më çoj aq herë dhe trin deri të marrin namaz. Mos në të vëndë për shembull që diferenca midis ezanit dhe ikamit shkon gjysore. Ta çoj për ezan di humbi babës kush? Safi i parë, normalisht po flas për njerëz që kujtesen. Di humbi mirësia dhe vlera kujt të prezantimit në herë xhami. Atëherë përgjigjen dietarët. Më e mira është dhe është ajo që duhet të presi fëmijën e tij ta marrë me vet. Se dobia për ta marrë fëmijën tënd bashk në xhami për të prezantuar dhe ai xhamatin është më e madhe se sa vlera sa që të marrësh ti prezantate duhet shkuar herë në xhami. E kuptueshme? S'duhet të neglizhojmë që t'i lejmë fëmijët tanë në shtëpi ose rrugëve ko namaz. Dhe ti je aty. A mos ka gjë? A mos e fal kur thehet? Është shumë e rrezikshme dhe është një fenomen jo i mirë kur baba vjen në xhami dhe fëmia për shkak ka arritur moshën e pjekurisë, është 15 vjeç, 16 vjeç, ka shoqërinë e vet. Edhe nuk e di baba ku është fëmia. E pyet gruaja, ku është fëmia? Po ku e di unë më thot. E pyet si të tjerët, a di ku ke djalin? Jo, se po e kam parë filan vend. Po çfarë thua? Çu shka shku atje? Nëse prindi neglizhon në këtë shkallë, nuk është shenjë e mirë. Për të ardhur keq, kam vërejtur, se unë në realitet, pra, ky fenomen nuk është vetëm këtu, është në vende të tjera, dhe në Arabi Saudite ku kam jetuar, çështja e fëmijëve, neglizhimit dhe prindërve që i lejnë mbrapa, se mos ata që kanë 2-3 gra në Arabi Saudite për shkak kjo është dhe më përhapur në një aspekt. Por se edhe këtu që puna është shumë me kohë gjata dhe punon burri i shtëpisë, babai punon punë të rënda, ndoshta se ka atë angazhimin më përkuput, ndoshta me ditë ku është fëmia, ku s'është fëmia. Është për të ardhur keq se kanë vërejtur dhe këtu vinë vëllezërit tanë, pra në moshën tonë 40, 45, 35, tonë 50, vjen xhami e ka djalin 15, 17, 18, shikon xhami. Ua ku është? Pse s'vjen xhami me ty? Kjo pyetje duhet bërë. Pse nuk e merr fëmijën në xhami? Si të edukosh fëmijën tënd? A e dini vëllezër të dashur që nëse fëmia edukohet herët me zakone të mira do i mbesin inshallah. Dhe nëse vjen një periudhë që ai dobësohet, do i rikthehet asaj origjinës.
Po nëse neglizhens, thjesht më kujdes, ka për të thënë fëmija, jepi, ka për të pirë, rregull, ka për të vesh, rregull. Atë janë rregull, të koka fëmijë. Jo. Nuk është edukim. Po ushqen, më fani për shprehjen, diçka që do të hajë do të pi. Themi diçka, mos themi kafsh. Po ushqen, diçka që do të hajë do të pi, do të vishet. Dhe nëse ti neglizhon edukimin fetar, edukimin e besimit, atë që bëri dobi të tjerat. Sa do të edukosh ti për gjëra të tjera. Profeti sallallahu alajhi wasallam transmetohet që ka thënë, kur çohet burri për namaz natë dhe falet dhe pastaj thot le të çoj familjen e tij, gruan e tij. Dhe nëse nuk çohet, çfarë bëhet? Këtë hadithi, kush e kujton? Allah shpërblet. Merret ujë dhe hidhet fytyrë. Tak. Spërkatet. Në ta hadith ka dua profetike që i bëhet për të person. Allahu e mëshiroft atë person, atë burr, që çohet për namazin e natës, falet, pastaj çon familjen. Dhe nëse ajo nuk çohet, e spërkat me pak ujë. Ka më të bukur? Falet dhe familjen. Ka qëllim vetëm për gruan? Jo, dhe për fëmijët. Të thush o hoq, po s'na futet. Akom s'po mendojmë hiç për të pjesë, pak të çoj për namazin e farz. E di, jam unë i pari, i mangët. Unë që flasem i mangët, i e pjesë. E kështu gjëra tjera. Allahu na fal. Allahu na udhëzoj më e mira. Na lehtësof punët e mira, ne udhëzoj familjet tona tek më e mira. Hadithi është kjo. Përmend dhe grua, Allahu më shortë atë grua që çohet, falet, pastaj zgjon burrin e saj. Dhe nëse nuk çohet burri, e sfërkat. Ai që do namazin e natës, do shkaku më të vogël për të çuar të dëruar vëllezër. Ky është qëllimi i hadithit. Ai që do namazin, se tani nuk përfitoi njëri musliman që thotë nuk do namazin e natës. Sa mirë është të kesh një person pjesëtar i familjes që është i gjallë, është aktiv në adhurime. Dhe është shkak që të çojë tërë familjen. Ka më bukur? Dhe familja në origjinë e besojnë, pra origjina është që e duan këtë gjë. Se të urresh i punë të mirë nuk është e mirë. Nuk është shenjë e mirë. Të urresh i punë të mirë. Mund të themi jemi të mangët, Allahu na ndihmoft, Allahu na mundsoft. Po s'them Po namaz sabahut ka vonë, ka herët. Edhe çohet me rëtan, çohet. Thot një dietar që Abdurazaku, profesori hoxhës tuaj rreth parka se dhe mua, thot kur çohesh për namaz sabahut asnjëherë mos e shtrembro fytyrën, mos e bëj vret. Mos tregosh shenja thot dembelizmi, që ti ngjash hipokritike. Po gjithmonë thot i gëzuar që po të çosh për namaz. Dhe mundohu thot marrë shkaqe ti je i gjallë, ti je me dëshirë. Dhe kjo është origjina për çdo besimtar. Allahu na udhëzoft që bëjmë mira. Në këtë hadith flasim për një namaz që quhet namazi i natës, namazi nafile. Namazi më i mirë mas namazit fard kush është namazi i natës. Po ç'është si çështja për namazin farz? Nëse vjen namazi farz, nuk ka gjumë. Gjumi është halal apo jo? Halal është gjumi. Ku është haram gjumi? Ku është namaz? Gjumi është haram. Do të më uçu. Dhe dini vëllezër, kujtoni të gjithë që nga kujtove vetes time gjithmonë. Ai që të jetë ka thënë mirësinë e gjumit, që të jetë një gjumë të këndshëm, të tërhatshëm. Kush është? Allahu azza wa jalla. Dhe si është e mundur që njeriu për të gjumë kundërshton krijuesin e tij. Prandaj në sabah, në ezanën e sabahut, kujtohemi diçka shumë të rëndësishme që është as-salatu khairun min an-nawm. Namazi është më i mirë se sa gjumi. Namazi është më i mirë se sa gjumi. Gjithashtu transmetohet që transmeton të hadith Aisha radhiyallahu anha, kur profeti alayhis salam falte namazin e vitrit, pra ky është shembull që tregon
një nga forma se si besimtari përpiqet për herë të urdhërojë në të mira, ndalojë nga e keqja tek shtëpia e tij. Në këtë mënyrë ai arrin të plotësojë, të realizojë ruajtjen nga zjarri i xhehenemit për veten e tij dhe për familjen e tij, se përgjegjësia është shumë e madhe. Amaneti është shumë i madh. Kur falte profeti alayhis salam namazin e vitrit, i thoshte Aishës, ja Aisha, qumi wa awtiri. O Aisha, çau dhe fal vitrin. Aisha, kruas ti, çau dhe fal vitrin. Urdhëroi për diçka. Fakti është për të ardhur keq. Allahu na fal gjithëve. Përveç që kemi neglizhencë këtë tona lidhje me shumë namazë nafile, sunete, themin sunete. Sunete, s'është farz, apo jo? S'është shpreha, s'është kufër. Gjinaf është, s'është kufër. Edhe kjo, i shpreha tjetë e gabuar. Sunete është, s'është farz. Edhe nga shenjat më të mira për besimtarin është kur ai neglizhon nafilet. Pra flasim për namazet që janë lidhje me namazin farz që quhen rawatib, pra namazet 4 rekat para jules, drekës, 2 rekat pas drekës, ose 4, 2 rekat mas akshamit, 2 rekat para sabahut, namazi i vitrit, namazi i duhas. Besimtari duhet përpiqet të përmbahet tyre sa më mirë dhe të sa më i përpikt. Por a mjafton kaq? Ne neglizhojmë të urdhërojmë dhe fëmijët tanë. Nëse ne mundohemi të përmbajmë vetë, neglizhojmë, themi ha mos kaq. Ose kemi hiç llogaritje që duhet dhe fëmijës tim ta mësoj të përmbahet tyre suneteve. Dhe ju e dini shumë mirë që sunetet janë shkak për ruajtjen e farzit. Dhe janë shkak për plotësimin e farzit. Dhe një herë, sunetet janë shkak për ruajtjen që ti mos ta humbësh farzit. Ke para sunetet një herë. Kur ti përmbahesh suneteve, normalisht farzit ti përmbahesh. Po edhe nëse ke ndonjë mangësi tek farzi, ditën e gjykimit Allahu i madhëruar do të besojë çfarë? Me sunetet. Prandaj besimtari duhet ta urdhërojë familjen e tij. Burrat janë qawam, janë ata të cilët e mbajnë familjen, janë shtylla e shtëpisë. Po shtylla e shtëpisë më bën burrin kot. Çau, mi gotuj. Çau, shkruaj dritën. Çau, hajtu, shpejt. Cila tu? Çuat. Nëse është burrni. Që nuk ka burrni. Kjo është me lut, me pozitën tënde që ke si burr, edhe me bo burri kot, dhe ke gjëra të rëndësishme, je shumë i dobët. Je shumë i madh. Besimtari duhet të jetë burr, duke përmbajtur te vetja e tij devotshmërisë, me që shembull i mirë tek familja e tij. Dhe të urdhërojë në të mira, ndalojë nga keqja tek familja e tij, mos ketë frikë. Po gjithmonë në urtësi. Sepse edhe kalimi i urtësisë, mos përdorësh urtësinë dhe butësinë tek familja, dhe në emër të devotshmërisë terrorizosh familjen, kjo është prapë gabim. Duhet gjithmonë besimtari të jetë i zgjuar dhe të përdorë të gjithë format e lejuara në sheriat, format e këshillimit, me të mirë, ndonjëherë me privim, nga diçka që e pëlqen dikush pjesëtar i familjes, kur ai nuk e plotson, e privon nga ajo, nuk ja plotson, e kushtozon, i thonë nëse e bën këtë të kesh problem. Për shembull, për cilët në histori, vërtet moshë 17 vjeç i thot djali babës në Arabi Saudite. I thot, o bab, më duhet makinë se shkolla është larg. Moshë 17 vjeç atje merret patenta. Quhet para patentës. Një letër. Thot mirë, thot baba, mirë kush? Baba kishte mundësi. Thot nëse mëson, thot dhikri e mëngjesit dhe mbrëmjes. Përmendsh. Ma jep nga fillimi deri në fund. Janë avërsisht sa mund të ketë 13-14 dhikre. E mori djali, e mësoi, ja tha babës, baba, ja tha bëri dhurat. E kishte ndërmend prindi për babi për të bërë të dhurat, por se çfarë, në një farë mënyre që çfarë ta këshillonte dhe ta nxiste për një punë të hajrit. Prandaj prindi gjithmonë duhet të sjellë çfarë
të punoj se si unë mundem të ndikoj pozitivisht të familja ime. Mere familja, shko numre. Ke pare, ka dhënë Allahu rizq, shko ka letë vitit atje. Që fëmijët e tu gjithmonë shikojnë qabën, shikojnë xhamin. Një nga për shkak nga forma që unë këshilloj shumë vëllezërit, që i ka dhënë Allahu mundësi për rizq, merre një herë në vit, kalo 10 ditë, bëj umre, 5 ditë qabë, Mekë 5 ditë Medinë. Nëse ke pra vjetore këtë, çdo vit, patjetër fëmijëve do i mbesin në kujtesën e tyre ato vende të shenjta. Dhe do jenë shkak që gjithmonë ta kujtojnë besimin e tyre. Dhe nëse të largohen në një vend larg, të largohen prej teje, shkojnë në Angli, shkojnë në Gjermani, Zvicër, Norvegji. Një nga format që ata të kujtojnë se kujt i përkasin, përkatësia e tyre ku kthehet, është kjo, vizita e vendeve të shenjta. Sepse ata që kthehen, shkojnë në Evropë, vëllezër të dashur, prej familje muslimane që shkojnë atje, rrinë në vite, nuk i ka thënë dikush ke shkolla, beso këtë fe, kjo fe ndahet në këto, pra besimi kësaj fe është këto. Jo, duke parë kulturën e tyre, një kulturë mbizotëruese, ndikuese, vetëm duke parë. Në për shkolla ç'a bëhet, në për tregje ç'a bëhet, në për rrugë ç'a bëhet, ju keni kush ka qenë me ngrimë di më mirë se unë. Se s'kam qenë, vetëm kështu kam qenë 2-3 ditë. Duke parë filmat, duke qime shokët, edhe shumë ndikohet fëmia, merret, e thith. Edukimin dhe kulturën e tyre dhe e do. Edhe ajo që është përhapur arabët e përpambetur, muslimanët e përpambetur, shiko Pakistanin, shiko Indin, shiko Bangladeshin, shiko Afrikën, muslimanët e përpambet, shiko si janë të përparuar ata, jo shkenca kush e ka bërë, e vi me të mendime, të dëshime. Edhe shikon vetëm inferior, derisa Allahu na ruaj, më të shkojnë në mohim. Se do çka do bëj, çat mirë ka këtë thot. Është ignorant nga feja, as s'ka mësuar Kur'anin as Sunetën. Dhe çfarë? Ai shkon në këtë grad, Allahu na ruaj. Prandaj prindi duhet gjithmonë të përpiqet se si ai të edukoj dhe të ndikoj të familja e tij. Të dashur vëllezër, kjo është një temë e cila me të vërtet ka shumë pika dhe ndoshta nuk do mjaftonte kaq, po unë do përmend ca gjëra të tjera për fjalë përmbledhëse. Të dashur vëllezër, ka ajeti kuranor, Allahu më dhuroi thot përmend zjarrin e xhehenemit. Pasi thot ruani nga zjarri. Zjarri i xhehenemit, pra ka përmendur lëndën e zjarrit që janë njerëzit dhe jemi na. Dhe askush e ka sigur se ku është përfundimi i tij mbas vdekjes. Dhe gurët. Po e dini ju se sa më djegës është zjarri i xhehenemit se sa zjarri jon? A është i njëjtë në djegje, në forcë? Si ka hadithi? Kush e di hadithin? 1/70. 60 herë më i fuqishëm në djegje. Po pse ka ardhur kjo sqarim, vëllezër? Se pyetën sahabët. Po mjafton zjarri i xhehenemit për djeg. Zjarri i dynjas, falni. Urdhëro? A soli njëri, më falni. A mjafton zjarri i dynjas për të djegur? Mjafton për njeriu në djeg. Për treguar se sa të mërshme është, se sa seriozisht do ta marrim. 69 herë më tepër se zjarri i dynjas. Ka imagjinat njerëzore në dynja të imagjinoj diçka të tillë kur. Ngjyra e tij është zezë. Zjarri i xhehenemit. Dhe nuk lej gjë pa djegur. Allahu na ruajt nga zjarri i xhehenemit, dhe të jetë gjithmonë që besimtarit të di shumë mirë që ky zjarr është krijuar për besimtarët, uiddat lil kafirin. Është krijuar për zullumqtarët që nuk besuan në Allahun vetëm. Por se gjithmonë duhet të dimë se natyra njerëzore kërkon dhe nxitjen tek e mira, duke kujtuar shpërblimin, kërkon gjithashtu dhe për kujtimin, pra duhet t'i kujtojmë vetes tonë, pra të kemi frikë, ka nevojë njeriu të friksohet, sepse nefsi njeriu, epshi i tij e cënon ose e nxit në të keqen. Amaratul bisu, njeriu ka një nefs që e urdhron në të keqen, ka shejtanin që e zbukuron të keqen, pa dija ndikon shumë. Atëherë duhet që
besimtari të mësoj atë që Allahu ka zbritur prej besimit, atë që Allahu ka zbritur prej historive profetëve, atë që Allahu ka zbritur prej përshkrimit të xhenetit dhe përshkrimit kujt? Të dënimit. Ke familja të dashur vëllezër, unë po kaloj ca gjëra, ka të bëj dhe edukimi i kujt? I prindërve. Se mos kur prindët nuk dinë për Islamit. Për shembull, qëllon që dhe këtë ne ka ndodhur shumë kur pranon Islamin ose bëhet besimtar i mirë njëri nga pjesëtarët, për fëmia, dhe ka prindrit që nuk dinë gjë për Islamit. Ky ajet kuranor përfshin dhe prindrit, përfshin dhe vëllezërit, përfshin dhe motrat. I kene përgjithësinë tënde për t'i këshilluar çdo të afërm. Dhe ky është ajeti kuranor që Allahu thot: "Fa anzir ashirataka", dhe çortoj dhe këshilloj të afërmit të ty, farefisin tënd të afërm. Dhe këshilloje dhe çortoje farefisin tënd të afërm. Nëse prindi yt, babai, nëna, motra, vllai janë larg të vërtetës, ti e ke detyrë të këshillosh ato. Dhe futet kjo ajeti kuranor, po ashtu. Gjithashtu të nderuar vëllezër, edukimi i familjes, edukimi i fëmijës fillon tek zgjedhja e gruas. Gruaja e mirë, dhe për gruan zgjedhja e burrit, se mos sitesh në krah. Gruaja e mirë është mirësi për burrin dhe për fëmijët e saj, fëmijët e tyre. Dhe burri i mirë është mirësi për atë vetë dhe për edukimin e fëmijëve. Dhe burri merret me edukimin e fëmijëve, sikurse merret dhe gruaja. Dhe gruaja, nëna, veçohet, ka veçori në lidhje me edukimin, veçori që si ka burri në disa aspekte. Në fillimet e para të fëmijës, fëmia arrin më shumë kë. Më nënën. Nëna karakterizohet më shumë me çfarë? Për të çfarë? Dashuri, keqardhje, mëshirë. Dhe këtë kërkon fëmia fillimisht në vitet e para. Kërkon më tepër dashuri vëllezër, mëshirë, mirëkuptim, keqardhje, falje, tolerim dhe shembull të mirë. Mani mend të gjëra. Po ka aspekte që baba, ndikimi i tij në edukim është më i madh se i nënës. Në një moshë caktuar, në disa rrethana të caktuara. Prandaj kur ata bashkohen bashkë, çiftet që janë bashkë për herë, që është familja e shëndosh, që nuk janë të ndarë dhe kontribojnë të dy, është më i plot edukim. Dhe prandaj problemet e ndarjes janë shumë të shumta në lidhje me edukimin. Kur thirret hoxhë ka çerekore. Unë zjata pak, po njëherë në muaj them ta zjasim pak dhe bereqet është, mirësi është. Ndoshta kafën se pit sot mas akşamit, na boni Allah. Pini mas yatsi se ko ka inshallah. Unë të mbaroj, po më vjen keq se kanë qenë të rëndësishme që duhet i përmend. Po? Ajde më shido. Mirë. Prandaj besimtari duhet të zgjedhë gruan e mirë. Siç ka ardhur hadith këshilla profetike. Martohet njeriu me për çfarë? Për disa shkaqe. Për bukurinë që ka gruaja, për prejardhjen, pasurinë dhe për fen, moralin. Thot hadithi kap. Pra shiko atë që është, pra shiko fen e saj, moralin e saj, do jesh i fituar. Apo jo? Dhe një hadithi si është? Martohet njeriu për 4 gjëra. Kush e përmend? Kush ka mundësi të përmend? Po? Bukuri, pasuri, dhe përjardhjen. Allah shpërblet. Pastaj në fund si është hadithi që ka shëllon për Zotin, zgjidh fen dhe do jesh i fituar. Dhe ashtu është. Por se bëhet pyetja, hoç, po si ta mund ta gjej unë ta di unë që kjo është vetare e mirë kështu. Normalisht që kjo është diçka që rritet nga Zoti, ne pyesim. Mundohemi të pyesim çfarë dëshmojnë besimtarët rreth saj, njerëz të afërm, njerëz të largët, ato që e njohin.
por se ka shumë rëndësi lutja jote që ti bën Allahu azza wa jalla sinqerisht në sejtë, ose kudo. Se kesh risk, kesh fat. Por se dini diçka të ndërruar vëllezër, është një rregull. Kërkoj devotshmërinë rreth të parë tek vetja jote. Mos kërko ti thush, unë jam i prish, do marr gru të mirë, tërkolloj fëmijët. Ja. Që ti e i prish, se pra ti do të gjunahet i bash. Si aq i kap, nuk i penduar shumë nga shumë gjunahe, po do gruën e mirë se do kë fëmijët, ë? A ti mendon se do të japi Allahu të sukses të gjetësh gruën e mirë, ë? Dhe ti e i prish, s'këndër me as mendohesh. Jo. Në origjinë është që Allahu bashkon të mirët me të mirët. Në origjinë është që Allahu bashkon të mirët me të mirët. Po mund të ketë raste që çfarë? Raste ku mund pra shikojmë të ndryshme. Qof krau andej, qof burri i qëllon grua e mirë, nuk është ai i mirë në atë grad, ose kundërt. Bëhet një pyetje, ne tham pra që detyrë është të edukojmë fëmijët tanë, të marrim shkaqet. Dhe kështu bie përgjegjësia nga ne. Dhe kur i marrim shkaqet, pritet rezultatet e mira. Dhe kjo është pra në origjinë. Ka raste ku shkojmë të kundërtën. Njerëz që kanë marrë shkaqet, po nuk kanë udhëzuar. As gruaja, as fëmijët. Kush e bën rast? Kush më rast? Shpejt. Profeti Allah shpëlbeft. Nxjerrë. Janë dy. Luti dhe Nuhu. Luti dhe Nuhu alayhis salam. Dhe janë falni për shpejtësi, idiot që quhen filozof, që thonë dështoi Nuhu në thirrjen e tij. S'pati mundësi të edukojë as familjen. Dështoi profesorën në Mekë dhe Medinë, në Mekë dhe në Taif, sepse nuk e përgjigj askush. A është dështimi dhe suksesi i thirrjes ose edukimit ka lidhje me kush përgjigjet, kush nuk përgjigjet? A është në dorën tënde dhe dorën time përgjigja e njerëzve, udhëzimi i tyre? Jo. Çfarë ke detyrë ti? Ma shkaqet. Transmetoje, thuaje të mirën, ndalon nga e keqja. Fund fare çfarë bëhet? Ai që do Allahu do. Për të na edukuar Allahu që nuk kemi në dorë asgjë. E di Kur'anon që është ti nuk udhëzon dot atë që do, por Allahu udhëzon atë që do. Sa u përpoq për selam për të udhëzuar Abu Talibi? Dëgjaj ti. Sa? Shumë. Do mërzit shumë. Pa kishën dorë dhe ai udhëzimin e tij? Jo. Është detyrë për besimtarin përpiqet. Nëse neglizhon, është i kërcënuar. Nëse i lehtëson fëmijës rrugën e humbjes, është dhe më keq. Nëse ai i merr shkaqet dhe fëmia udhëzohet, ka shpërblim tek Allahu i madhëruar shumë fish. Dhe hyn ke hadithi që thot, kush i tregon dhe udhëzon të tjerë në një punë të mirë, ka shpërblimin e atyre pa u pakthuar askujt. Nga të parë që hyn të hadith është prindi, është baba dhe nëna, që udhëzojnë fëmijët e tyre ku tek e mira. Dhe i përfshin dhe ajeti kuranor që Allahu thot, o Allah, më shirojni prindit e mi, siç ata më edukuan mua kur isha i vogël. Thënë dietarët e tefsirit thot, lutja lidhet me kë, me edukimin. Më shiroj prindit e mi, siç ata nga mëshira që kishin për mua, më edukuan. Dhe ai cili lë edukimin e fëmijëve, nuk mund të futet këtë ajet, edhe pse mirësia e Allahut është e madhe për prindin. Por sa ai që neglizhon edukimin e fëmijëve, është larg këtij ajeti kuranor. Prandaj hadithi që thot kur vdes bira e Ademit, ndërpritet çdo gjë. Tre gjëra vazhdojnë. Kush janë? Sadakaja e rrethshme. Dije që ka dhënë më pas, dobishme, që tjerët kanë pas dobi për saj, dhe fëmia i mirë që lutet për të. Prandaj vlera dhe mirësia shumë e madhe, po edhe neglizhenca në edukim, dhe sidomos më keqja kur personi e nxit në të keqen fëmijën, dënimi dhe e keqja shumë e madhe. Allah më ruaj.
E lutem Allahun e madhëruar të na japi sukses në edukimin e vetëve tona dhe edukimin e fëmijëve tanë. Luteni Allahun sa më shumë që Allahu të na udhëzojë në familjet tona. Me të vërtet, trashëgimia më e madhe që ne lejmë më pas janë fëmijët e mirë. Pasuria më e mirë që ne lejmë pas nuk është as ari, as argjenti, as tokat, as makinat, janë fëmijët e mirë që le pas. Hadithi profetik thot, pasuria më e vlefshme për besimtarin është fëmia i mirë. Kujdesuni sepse kjo jetë nuk ka vlerë nëse ti nuk kujdesesh për qëllimin e krijimit tënd. Nëse nuk kujdesesh për gjë më të rëndësishme, që është vetja jote dhe familja jote. Dhe ata që janë afër teje, për të afërm.